Mirë mëngjesi nga dita 19 e vlogmas. Më jam bërë pak lëmsh ditët sepse nuk kam filmuar dje, kështu që... Por nejse, s'ka problem. Unë kam qenë në pazar, po nuk ju filmova dot se filloi të më grinte jasona dhe ishim vetëm me karrocë. Edhe kështu që pak siklet. Por morëm disa gjëra. Fruta perime, më duket se ishte ditë e fundit për vitin, pastaj në janar do vinë pazari, kështu që mora sa kisha mundësi, sa mund të ngrija. Edhe kështu, tani kam dalë në balkon të pi kafen edhe t'u tregoj edhe diçka që kam bler. Pastaj të tjera t'u tregoj pak më vonë. Kam marrë 2 klëfe jastoku me Krishtlindje sepse një herë që i bëra foto balkonit këtu dhe ja dërgova ChatGPT-s që të më tregonte që si ta dekoroja, nuk e di për vjesht, për pranverë, nuk mbaj mend. Edhe më bëri një pamje që të vija jastik në të gjitha karriget, kështu që meqense i kisha disa për këtu në, meqense kisha disa me tematikën e Krishtlindjeve, më nevojiteshin edhe 2 ose 3. Por unë mora 2, mora këtë, është e lezetshme, edhe mora edhe këtë tjetrën me pemë. Kjo më pëlqen. Edhe për brenda ndoshta shumë e bukur do ishte. Unë tani një jastik kam këtu, duhet të shikoj në dollap për një tjetër që nuk e përdor. Uroj të kem. Por tani nuk vetë do të flej jasona dhe nuk mund ta zgjoj djalin për jastik. Më vjen keq, por jo. Nuk do të ndodh. Kemi vendosur drita edhe këtu në balkon, por nuk do t'ua tregoj tani, do t'ua tregoj në darkë se sa bukur duket dhe sa është transformuar balkoni, është bërë lezetshëm, ka nevojë edhe për 2-3 rregullime të tjera. Do t'i rregulloj edhe këto sot, besoj, edhe t'ua tregoj se sa bukur ka dalë balkoni. Të vendosim këtë për tek njëra karrige, edhe do më duhet edhe një jastek. Okej, që kanë shumë të mëdha për jastekun, janë goxha të mëdha këto, por s'ka problem se do i gjej ndonjë tjetër, për momentin do e vendos këtu. Ja, duhet të ishte kështu. I lezetshëm. Këto. Dje nuk kam filmuar, e lash pushim sepse nuk isha fare në Terezi, edhe kështu që e lash pushim dje, edhe fëmijët mi janë ngrindur goxha, kështu që skip. Tani e dija që jo çdo ditë do filmoja, nuk doja dilja dot, sepse keni parasysh ua kam shpjeguar për fëmijët e për çdo gjë, shtëpia ka nevojë për punë. Ngelesh goxha mbrapa me vlogmas. Kështu. Tani unë do rri këtu në balkon, do pi kafen time, sa të zgjohet jasona, mos ta zgjoj. Ose do rrica dhe pastaj do marr të gjitha gjërat që kam bler, t'i çoj brenda, edhe pse janë në hije, mos të prishen. Edhe kështu. Sot Ajlën besoj se do ma marrë kushurira e purit, nuk do vetëm ta marrë. Edhe më mirë sepse dhe jasona uloz, biles mu qau gjysmën e rrugës, e mora në krah, edhe më mirë të rrim në shtëpi tani, mos të dalim. Hajde! Hajde te mami! Kujdes! Bravo jasona! Bravo! U zgjua jasona nga gjumi, unë kam arritur të bëj fjersat, drekën, dhe pozien tani. I bëra vrap sa mos të zgjohej jasona dhe nuk do më linte, ja tani do në dorë. Jemi në një periudhë që do vetëm në krah. Dhe thash, meqense tani për punë minutash do vi Ajla, thash t'ju tregoj gjërat që mora në pazar, se do filloj të bëj ndonjë zhurmë këtu që nuk do arrin dot të flasim. Mora patate të ëmbël, nuk është nga ajo portokallia, se ka 2 lloje, por shumë e verdhë kjo. Kështu që mora pak marr sepse në shtëpinë tonë vetëm jasona dhe kur ngelin pa ngrënë, unë marr dhe i bëj biskota. Kështu që marr gjithmonë pak.
Te kjo qesja këtu kam banane, shumë banane se na mbaruan. Edhe kam edhe disa domate qershi. Nuk bleva shumë gjëra, aq sa do doja të blija, sepse isha vetëm me jasona dhe filloi të grindej, kështu që mora spinaq, brokoli, mandarina, sepse na kishin mbaruar dhe këto. Edhe për mua janë fruti preferuar, kështu që i konsumojmë gati të gjithë shumë. Kam marrë dhe patate, që mos i ngrëdhe ato, mora dhe vezë, shumë pak vezë, në atë kohë filloi jasona qëndë me të madhe dhe hajde 10 kokra, duhet të kisha marrë më shumë tek ajo gruaja, po s'ka problem, do e zgjidhim. Këto mora, i kam marrë dhe mami tim një jo tyll, perde, do ta tregoj tani. Shikoni sa e bukur që është, po ua tregoj kështu të pa hapur, sepse nuk kam kohë. Shikoni sa e bukur që është, edhe në pazar janë goxha të lira, kështu që edhe unë përdhom atë që më duhen, atje besoj se do vete që ti për pak më vonë, sepse presi të vi pranvera, ndërsa për këtu nuk kam plan akoma, sepse ne këtë që kemi bërë shumë shtrenjtë, edhe nuk i ka ndodhur asgjë, edhe pse shumicën e ditës i bie diellja, se ka zbardhur, se ka bërë, është shumë e mira. Mua zemër, e verdis e errët, sepse në darkë i mbyll edhe nuk dukemi jashtë, kështu që këto i kam super në rregull, nuk besoj se do t'i ndërroj akoma. Imagjino, vajti shtëpia 5 vite e gjysmë edhe janë perfekte. Kështu. Tani të presim, besoj se tani vjen Ajla. Edhe unë me këtë herpesin që sot është keqe më keq, por nuk kam çfarë bëj, luj me krem, e kam lyer dhe me pak lip gloss që mos të duket keq fare. Edhe pse ky do vetëm krem këto kohë që të iki, por çfarë të bëjmë, s'ka problem. Isso vai ficar nessa muito. Eles já fez bocati. Sa orë pa ju hapur, e di, por me fëmijët këtu, unë mbi koha edhe nuk ju hapa dot më, edhe nuk ose bërëm ndonjë gjë të madhe. Kështu, çfarë doja të tregoja unë, sepse disa gjëra që kam bërë tani do t'va tregoj, do të tregoj dhe pse kam duart në këtë gjendje. Doja të tregoja njërë këtë mandarinin, shiko sa i madhe është. Burri e ka gjetur, nuk e di, po ja la Ajlës këtë se e di që i ka qef këto, kështu që për Ajlën e kishte marrë. Gjë që doja të tregoja është se ne këto kohë kemi vuajtur shumë me Ajlën me kolitin, do të them. E kuptoni çfarë problemi kemi. Edhe nuk e di pse kisha harruar, por para disa muajsh unë vuaja edhe Jasona vuante. Kështu që një shoku i burrit më ka dhënë një zgjidhje me këto farat e lirit. Tua hap, tua tregoj. Këto farat këtu. Këto janë një super zgjidhje për këtë problem, sepse këto mund t'i bluash edhe t'i hedhësh pak në ushqim, ose mund të zihesh pak si kjo dhe të pish lëngun. Unë Jasonas ja kam bluar dhe i kam edhe shumë pak para ca kohësh dhe kam shpëtuar. Kisha harruar tani me Ajlën. Gjithë këto ditë shumë problem të madh kemi patur. Dhe sot u kujtova rastësisht që i pash aty te bufea, rastësisht, edhe unë ja zjeva sot Ajlën, sepse nuk e dian çfarë ushqim doja bëja në perime që hëngri, në brokoli, në këto gjëra që hëngri. Nuk besoj se do t'i hante, që t'i hidhja. Kështu që ja zjeva, kullova ujin, lëngun, edhe i hodha dhe pak faraçia, do që funksionoi direkt. Super zgjidhje, nëse keni probleme, përdorni këto dhe uroj që t'ju zgjidh hall. Deri tani që ku vendosa fëmijët në gjumë, deri tani jam marrë me këtë bluzën këtu. Me bluzën e Ajlës për nesër që ka festën e shkollës. Më duket se ju kam thënë që Ajla është
tema kështu si tem, edhe i duhej një bluzë jeshile me topa të kuq këtu. Dhe topa duhet i bënim vetë me këtë materialin e kapuçave. Shumë e vështirë. Kam vendosur letra të bardha, pastaj i mbështolla. E pjesa e vështirë është ngjitsi. Kam përdorur edhe nga ajo makineria që pistoleta që përdoret që vendoset në prizë. Kam përdorur edhe një ngjitës tjetër që bleva në pazar dhe më duket ua tregova. Më ngjiteshin duart, jam dhe vetëm sepse burri është akoma në punë. Besoj se tani po vjen. Kështu që nuk dija çfarë të bëja, edhe i bëra disi, do ta lëm me kaq e të shikoj po të vi burri dhe të më ndihmoj, atij i vjen më shumë nga këto gjërat dhe i bën më mirë. Mua nuk më jepet shumë, por gjithsesi unë bëra maksimumin tim. Kështu, e zgjata pak. Tani do të hapim advent kalendarin, sepse mua më pret një kuzhinë për të rregulluar, por shumë rëmuj. Edhe po, ja ku e kemi dhe advent kalendari me numrin 19. Mbaroj, dhe pak ditë edhe iku. Po e hap, nuk ma tregova, ky është numri 19. Okej, që ka një ngjyrë tjetër më në fund, edhe është një krem nate, po për mund ta përdorësh gjatë natës. Jam shumë kurioze ta përdor dhe besoj se sonte këtë do të vendos. Edhe po, ka vitamin C. Uroj të jetë mirë, po do jetë mirë, pse jo mos ta marrim dhe pakon e madhe dhe ta përdorim për natën. Kështu që, po, kjo ishte. Gjithmonë në mini size. Kështu. I erdhi fundi edhe ditës së sotme, ne do të shihemi nesër me plot gjëra. Natën e mirë.